Rama reagon publikisht jep se është mbuluar busti Skënderbeut në qendër të Tiranës. Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar arsyen pse është mbuluar në sheshin qendror të Tiranës monumenti i heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Sipas Ramës, shkak është bërë marrja e përmasave për një bust që do të ndërtohet për Skënderbeun për të vendosur në një nga sheshet e Parisit. Ja dhe reagimi Ramës. Qarkullojnë një kua këmbgulse në kënetën sociale për pse në mbulimit të monumentit të Skënderbeut në Tiranë dhe formulohen mallkime për tradhti kombëtare bazuar në akuza për konspiracion kundër atletit të Krishtit në muajin e madhërisëm të Ramazanit. Arsyeja shumë e thjeshtë, por edhe e bukur në këtë rast. Monumenti është veshur me skleri sepse po i merren format për realizimin më pas të një kopje të tillë e cila do të vendoset në sheshin Gjergj Kastriot Skënderbeu në Paris. Po. E dëgjuat mirë. Parisi do të ketë Skënderbeun e vet. Pas një përpjekje diplomatike të gjatë dhe të suksesshme pikërisht sepse sot Shqipëria dëgjohet me respekt, kemi arritur të marrim miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e heroit ton kombëtar në një shesh të Parisit me emrin e tij. Funditësh dhe skela do t'i qet, kështu që edhe adhetarët zemërtrazuar që llokoçiten në kënetën e kuave do të mund të çmallen me kalin e Skënderbeut dhe do t'ju duhet të gjejnë një tradhti tjetër për të më akuzuar.